Pra leo të ndërshëm Allahu Azza wa Jalla shenjtëroj njerion, e begatoj dhe krijoj në formën më të bukur. S'ka kriju Allahu Azza wa Jalla krijesë më të bukur se Ademin alayhis salatu wassalam dhe bit e Ademit. Për këtë arsye siç transmetohet me një hadith se Allahu Azza wa Jalla Jusufit alayhis salam ja ka dhuru gjisën e bukurisë. Dhe sa e komentojnë dhe thojnë gjisën e bukurisë së dunjas, mirë po komenti sakt është se Jusufin Allahu Azza wa Jall i ka dhuru bukuri dhe ka krijuan në gjismën e bukurisë së Ademit alayhis salam. Krijesa më e bukur që ka hedhur si bërfaqjen e tokës ka qenë Ademi. Ka se Allahu Azza wa Jall që thot pejgamberi Allahu Azza wa Jall 4 sende vetëm i ka kriju me dorët e tij. 4 sende Allahu Azza wa Jall i ka krijuar me dorët e tij. Njëna prej atyre Ademin e si ka mundësi Jusufit të jetë më i bukur se Ademi, pra s'ka krijesë që ka ecën si përfaqen e tokës më i bukur se Ademi, dhe kja sekreti së banorët të xhennetit do të jenë pamjen e Ademit dhe në madhësinë e Ademit alayhis salam në ditën e Kiamet.